Ne kemi bërë një ndryshim të vetëm për të hequr mundësinë e një pasoje absurde. Ndryshimi nuk lidhet me portet turistike në tërësi, nuk lidhet fare me garat, fare, zero, hiç, gjëkundi. Pra nëse ne, shteti shqiptar, duam të japim një koncesion apo duam një partneritet për të ndërtuar një port turistik, është absolutisht 100% e sigurt që bëhet vetëm me garë. Ndryshimi që kemi bërë lidhet vetëm me rastet kur dikush investon për një resort turistik dhe do të bëjë dhe një marinë. Dhe me ligjin e pandryshuar, për marinën që dikush do të bëjë pranë resortit të tij, duhet garë që të vi një tjetër dhe të filloj një sherr që mos mbaroj kurrë. A kuptoni? Një gjë që nuk e ka asnjë vend i Europës dhe që ne na shkaktoi si pasojë për shkak se nuk kishim bërë diferencën midis rasteve kur ndërtohet një port i ri turistik dhe jepet një koncesion apo bëhet një partneritet dhe rasteve kur investitorët që kanë zotrimin e pronësisë mbi atë territor duan të bëjnë një marinë dhe natyrisht si në gjithë planetin duhet ta bëjnë duke paguar detyrimin për kacë dhe duke ndërtuar vetë. Ky është ndryshimi që kemi bërë ne. Shikoni ju këtu në një çudi të madhe. S'ka asnjë çudi përveç çudisë së harbimit atyre që duan me çdo kusht Shqipërinë të bllokuar. Të atyre që si në asnjë vend tjetër, dhe këtë ma thonë miqtë e huaj, nuk kemi parë të vi ndonjë forcë e brendshme nga ndonjë vend tjetër që ka negociuar me Bashkimin Evropian apo që është në proces për të hapur negociatat dhe të kërkoj me gjithë farë lloj argumentash dhe me gjithë farë lloj të zezash që të bllokohet vendi nga vjen. Dhe ne nuk jemi një vend që vim nga ndonjë konflikt etnik, as nga ndonjë konflikt fetar, as nga ndonjë konflikt ideologjik, as nga ndonjë luftë civile shoqërzodit, siç janë vende të tjera që kemi në rajon. Por nuk i ka parë kush as serbët e Malit Zi, apo malazezët në opozitë me qeverinë e tyre, që të kuturisen nëpër kryeqytetet e Europës e të kërkojnë që vendi i tyre të vihet në listën e zezë e jo të mbështetet për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Nuk i kam parë kurrë as maqedonasit e Maqedonisë së Veriut deri dje Maqedonia, paveri, as shqiptarët në opozitë që të kuturisen nëpër Europë edhe të kërkojnë që vendi i tyre të futet në listën e zezë e të mos mbështetet për të shkuar përpara. Nuk i kam parë. Nuk kam parë askënd. Tani këto vende kanë pasur probleme të ngjashme me tonat, patjetër. Kanë pasur. Këto vende kanë pasur situata të vështira siç kemi pasur dhe ne, patjetër që kanë pasur dhe më keq. Por pse nuk e kanë bërë këtë gjë? Sepse ne kemi një lloj specie këtu që është specie unike që nuk e ka pasur asnjë vend i kontinentit ku ne jemi në këtë proces. Kjo është e gjitha. Për sa i përket ligjit të investitorëve strategjik, pyetja më vend, ne faktikisht kemi në proces
të gjithë transformimin që do t'i bëjmë ligjit sipas konsultimeve që po bëjmë me Bashkimin Evropian dhe natyrisht që ligji ekzistus është shtyrë vetëm për të mos lënë një vakum midis të vjetrit dhe të riut. Por ligji investitorëve strategjik ka qenë një ligj i imponuar nga një kohë e caktuar, nuk ka qenë një shpike e jona, e kemi marrë nga vendet tjera. Fal atij ligji kemi bërë shumë çka që vendet e tjera i kishin bërë më parë dhe që na i tregonin me gisht, na thoshin shikoni Malezi, shikoni Maqedoninë, shikoni këtë, shikoni atë, pse si bëni kështu, pse si bëni ashtu. Sot kemi bërë edhe më shumë se ata dhe tani natyrisht që jemi në kohë kur ligjin, siç e kemi thënë dhe më parë, do ta shfuqizojmë duke e zvendësuar me një tjetër ligj që po konsultohet gjithësisht edhe që është në hapat e fundit. Kjo është përgjigjja, shumë faleminderit.